Shqipëria 5 dhe Mali Zi 2, ky është rezultati i kombëtarës së futbollit për vajza që drejtohet nga trajneri minjor shkodrani Armir Grima. Urime profesor për këtë fitore. Faleminderit, shumë faleminderit. Fantastike në Loro Boriçi përpara tifozërisë shkodrane. Po Loro Boriçi gjithmonë t'jep emocione, t'jep suksese, t'jep kënaqësi dhe është privilegj me luajtur ky stadium realisht. Po ishte një fitore që na shpërblej mundin që kena bërë për këtë eliminatore. Meritoshë këto vajza, se kanë punu shumë, kanë djerësit shumë, kanë marrë pikë të rëndësishme dhe këtë tregon një rritje për ekipin tonë kombëtar që është falë këtyne vajzave dhe mundi dhe sakrificës tyne. Profesor, sa i kënaqur jeni jo vetëm me fitoren e sotshme, por edhe me ecurinë deri tani? Shumë i kënaqur jam me ecurinë, ndoshta kjo nuk ishte në neshën tona më të mira kjo sotme, pavarësisht rezultatit. Nuk mund të them që ishte neshja jonë më e mirë, por për këto që kena bërë këto eliminatore, besoj që jam shumë i kënaqur. Kena pas mundësi prapë me bërë ndoshta në një neshje edhe më mirë, por përfundimi është fantastik për ne, kena qëndru po thëmë në ligën dhe pretendojmë që t'jemi në play-off të kampionatit botëror. Profesor, fillohet me fitore ndaj Malit të Zi në transfert në Podgorica dhe mbyllet me fitore po ndaj Malit të Zi në Loro Boriçi Shkodrës. Merita është e këtyne vajzave që kanë bërë gjithçka për të arritur këto rezultate dhe unë i përgëzoj, gjaj rastin t'i përgëzoj, sepse janë vajza me një karakter të fortë sportiv. I kënaqur që mbyllet me objektivin e realizuar? Shumë i kënaqur. Besoj që kena marrë maksimumin për këtë periudhë, për këtë sa ka Shqipëria të futbollit femrave. Ka ekipe që janë në vite të tëra në futbollin e femrave dhe në ligën tonë që janë poshtë nesh. Kemi lënë ekipe shumë forta poshtë nesh në renditjen e përgjithshme që kena. Progresi duket shumë i dukshëm në rrethin tuaj, po deri ku do të shkojë kjo kombëtare e vajzave? Shife. Normalisht duke pas mbështetjen edhe të federatës, jashtëzakonisht madhe, edhe të presidentit të federatës, sepse është kontakt gjithë ditën sot me ne, e ka vlerësuar shumë ai këtë neshje dhe besoj që duke pas mbështetjen e tyre edhe futbolli femrave do rritet më shumë. Profesor, thatë me herët se kanë merit vajzat, kanë merit skuadra, por kjo fitore ka të një dedikim të veçantë personal nga Armir Grima? Dedikimi im personal është për këto vajza. Ja dedikoj dhe i vlerësoj jashtëzakonisht shumë, sidomos ato vajza që kanë vite që po luajnë në futbollin e femrave, jena rrit bashkë, u bën 10 vjet që jemi bashkë këtu dhe dedikimi është vetëm për ato vajza dhe për gjithë grupin vajzash, për gjithë grupin. Në aspektin personal, familjen tuaj, dy vajzat tuaja janë shumë tifozë, ju ndjekin vazhdimisht, nuk u bërë asnjëherë futbolliste, nuk i ndoqët traditën. Kjo është me të ardhën kjo punë. E rëndësishme që ju vjen shkolla, jena mirë njënin kë. Besoj që vajza vogël ka premisa për të qenë ndoshta një futbolliste mirë të ardhën. Profesor, faleminderit, suksese. Faleminderit shumë për ju, faleminderit për mbështetjen.